Unë kam punuar edhe me Fatos Nanon, edhe me Edi Ramën, edhe me Sali Berishën, edhe me Ilir Metën. Po me që dole të Fatos Nanon, ti s'pata si reagim vdikë Fatos Nanon, ti s'pasi. Po me thënë të drejtën, nuk bërë asë një status. Çfarë mendon për Fatos Nanon dhe që gjykimi tënë? Që kontribut dhe këtë për të mendjë tënë? Fatos Nano ka qenë liberalizoj Partinë Socialiste. Liberalizoj tu, a? E liberalizoj. Se kishtë dëshira, po, më pas, në basi u bë, kur u bë për herë të tretë kryeministër, në bas 2002-shit, sigurisht që pati një radikalizim, pra u kthye në autokrat, sepse duke qenë që vitet e Burgut, edhe hera e dytë basi u bë kryeministër, pa dhe i zhgënjimet e veta, si që ndodhë rëndomë politik, që gjithë zhgënjemi, pati atë historinë që më lërë të nusoroj dhe njëherë, se të unë se si nusoroj. Po iku, se normal e pa dhe ai vetë që e kishtë të pa mundur, sepse nuk shkonte deri në ekstremet që janë këtu. Korupcionin e luftoj të ati? Shiko, Fatos Nano korupcionin më të madhe e kishtë me dreka me darka. Dhe kam përshtypje që më shumë... Ishe para me voglete? E para njëherë nuk kishte këto skemat offshore-ve, po themi të 5D-ve e historitë të tjera, pra që kanë dalë tani. S'kishte tani, kanë dalë të reja këto tani? Po tendera kishte dhe atere, po s'bëheshin këto gjë. Kompani mund të ndërtoje, po nuk bëheshin këto gjëra. E para, sigurisht që korupcionin më të madh, ai e kishte po themi në dogana, tatime, dollaliqet kështu të vogla mle, me kalu i ma une me çorapet, lejt kalosh i top me letë. Jo, morë shumë klartë, e tregova unë për ditën e... Dhe kështu është vërteta. Disa ditë pas vdekjes, dhe mua, ditën e vdekjes, falë minutë. Jo, të themi... Jo, të tregoj se me ikën dhe mua nga mendja. Që njerëzit që e kanë sulmuar më shumë, qanin më shumë për atë. Dhe... Njerëzit që e kanë sulmuar më shumë, qanin për atë. Dhe doktori vajti atje. Dhe ajo që më bën përshtypje është kam një respekt të jashtëzakonshëm. Dhe doktori bëri deklaratë. Kam një respekt të jashtëzakonshëm për djalin e tij. Vajzën nuk e njoh, pavarësisht. Djalë serioz ai. Djalë shumë serioz, shumë dinjitoz, edhe në fjalën e tij e kishte të jashtëzakonshme. Kam një respekt të jashtëzakonshëm për Regina Nanon, një grua zonjë, pavarësisht e divorcuar dhe në këto, domethënë, tani në pozicionin që janë vetë e kuptoi dhe vetë rolin e saj dhe në djenin time ka qenë një njeri që i ka ndet në kokë Fatosit në kohën që ka qenë spital tani kohët e fundit, të paktën nga spitali që kam info dhe bravo i qoftë se ka treguar atë integritetin e gruas shqiptare, që pavarësisht sa lëndohemi nga ish-bashkëshortët, pavarësisht nga kjo, ish-bashkëshortët janë baballarët e fëmijëve tanë. Kështu që në këtë këndvështrim e shikoj. Dhe tjetra pastaj, teatri i lotëve dhe i përqafimeve dhe ecjeve në bulevard, ishte me vërtet që sharak dhe mu duk vetja ime sikur të më bëj mu Tedi Blushi varrimin. Kur të varrosë mund, ma bëj Tedi Blushi dhe të vit qaj me lota e për mua. Në atë momenti do ngrihesh aty, jo, do ngrihem nga vaj, dhe aty do kërkoj që kime, jo, do kërkoj të bëjmë e pa vdekshme. Jo, mund të këputësh, unë jam i bindur që ti do ngrihesh nga arkivoli dhe do vrasë ben këtë se Ben Blushi. Nuk do bëj arkivoli, do të kërkoj me djegje, do kërkoj krematorium që të digjemi që të mos kemi më mundësi. Do kërkojmë djegjet e trupit mos kemi më. Tani, qartë janë disa gjera. Pra, po ta krasosh, mua më kujtojt një gjë që e kam treguar shumë herë dhe do më kritikojnë tani. Për Fatos Nanon njerë thirin Ndrej Legisin, se korupcioni këtu ka qenë të gjitha vitet, mona. Po pëse s'ka korupcion në Amerikë, s'ka korupcion në... Edhe bota ka korupcion. Dhe Ndrej Legisi shkreti njeri mirë shumë. Ki bëri fermë pas ta iku fare nga ju. Edhe u fut në ferme të gjitha, Ndreu... Shkoj dhe ke pësëja, pësëja. Jo, shkoj të Fatosi dhe i tha, ishe zjedje. I tha, Fatosi tha, unë s'kam lekta as për gjitha, as makinas, as naftë. A mund të të ndimoj me në një lekta, se dhe me shpime qira janë, tha, për fushatën. Ndrej tha, ty të kemi caktuar për të ndershëm. Pliz, së të po të gjënë. Ndrej tha, ty të kemi caktuar për të ndershëm. Ty nuk më duash për minit. Po ju caktoni të ndershëm këshu? Besoj po. Shika, në Partinë Socialiste ka pas shumë njerëz të ndershëm. Edhe në LSI? Pa tjetër. Shiko, LSI-a është... Ka patur thua? Shiko, në LSI ke pas 10 drejtora dhe 3-4 ministra, të cilët kanë bërë tarafet e tyre. LSI-a ka qenë vetëm me të rinj dhe të reja, zoti Rakipi. Po ti më lidhje këta që u bënje dhe fjesta ndë nga i. Dhe LSI-a, zoti Rakipi, për hir së vërtetës, ka pas vetëm të rinj. Ka pas vetëm të rinj. Dhe po të shikosh, kanë qenë salla me mira të rinj dhe të reja.
Nuk ka pas. Pasaj kur hynë të LSI-ja në pushtet, vinin këta që ishin nga PS-ja që bëheshin me LSI-n, ose nga PD-ja që Kemi dhe bëheshin një me LSI. pyetje të fundit. Po. Besoj, Qëlla, nëse ktheshe pas Monika tani, vetë shpesh ke pyetje është rutinale. Po, e kam qartë. Koncept. Duke ditur të gjitha këto që di sot, gjithë këtë mendje që kem dhe sot, që nuk është pak, çfarë do të ndryshoje nga këto që ke berë? Nuk do isha bërë kryetare partisë. Nuk do ishe bërë? Po. Je sigurt? Po. Do me thënë ti... Do ikja në presidencë si zonjë e parë. Do kaloje zonjë e parë, aty do ishe ratë. Jo, sështë do isha ratë. Do kisha bërë gjëra që... Do me thënë e një si gabim këtë. Po. Po pastaj të ktheshe me undat, do martoheshe me Ilir Metën prapë? Si undat. Tani si jeni ti me Ilir Metën? Po, tashi martesa nuk ka më vlerë, mendoj. Jo tani, iqe tani, po të bë, u ktheve mbrapa, edhe vajzëri. Po, pa tjetër. Do martoheshe prapë me Ilir Metën? Pa tjetër. Ilir Meta nuk është ky. Me këtë mendje që ke tani? Absolutisht. Ilir Meta i 2023-shit dhe 2000... Ilir Meta që në kone, që mbas djegjes mandateve, nuk është Ilir Meta që kam njohur. Sigurisht, djegja mandateve ka pas problemin e vetë në jetën tonë, është një gabim që unë e kam thënë gjithmonë, le tjetë një mësim për të gjithë të tjerët, dhe për gjithë politikën, po themi, ndoshta tani ose më vonë, le tjetë case study, por Ilir Meta që unë kam njohur nuk është ky. Unë kam njohur një Ilir Met të qetë, një Ilir Met të paqë, një Ilir Met që nuk fyen të asnjëri. Po dhe ka qenë vërtet. Një Ilir Met genial në politikë të jashtme, genial në politikë. Monika, po ndoshta edhe tani, po kushtet në cilat ajo është? Atje, tani kam përshtypje tani që është i izoluar, është më i kthjellët, mendoj, se unë i lexoj intervistat e tij, nuk i lexoj më njëherë, që t'jem e sinqert, s'kam se të them që me vrap ashtu, dua të përgatitem emocionalisht për t'i lexuar. Sigurisht i lexoj të gjitha, i lexoj me shumë vëmendje, i lexoj edhe në rreshta çfarë ka në mesazhe. Mesazhin politike ka shumë të qartë, shumë të kthjellët, nuk ka lidhje me atë çka ka qenë më përpara, është ai që ka qenë në politikë, pra në artikulim dhe në analizë. Sigurisht që është politikë në kuptimin është i metodologjisë, është si puna saj, nuk është njëri digital, pra si të rinj që sot e lexojnë një libër në një element elektronik, pra në një mjet elektronik, por është nga ata që e lexon librin me letër, e kap me dorë, edhe në bërjen e politikës, edhe në mesazhin që politikë që lëshon, është i stilit, po themi, klasik. Por, nga ana tjetër, unë do të mendoj që Ilir Metës tashmë në parti i duhet një grup, të më thonë që duhet t'ja gjenë deputetët e tij ose stafi i tij ngushtë, duhet t'i gjenë një grup organizimi shumë të mirë në aspektin e organizimit të partisë, sidomos me rinin edhe me gruan,